Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë letrën e radhës. Unë në fakt në këtë pjesë të rubrikës Rrëfime jete, ndaj letra të ndryshme. Tregoj histori të ndryshme, letra që mi shkruajnë nënat shqiptare, motrat shqiptare, vëllezërit shqiptar. Dhe kjo letër që do të ndaj sot është shkruar nga një vjerë e quajtur Makbule për nusen e saj. Çfarë ka ndodhur në këtë familje, ju do ta kuptoni gjatë kohës kur unë në fakt do ta lexoj këtë letër. E dashur nuse, thot. Po ta shkruaj këtë letër me emër dhe me zemër të hapur, jo për të gjykuar, por për të treguar atë që ndjen një nën në moshën time. Jeta në thelb më ka mësuar shumë gjëra. Kam kaluar ditë të bukura, por edhe ditë të vështira. Kam rritur fëmijët me mund, i kam rritur me sakrifica, por edhe me shumë dashuri. Nuk kam kërkuar kur pasuri apo luks. Kam ndruar vetëm një gjë, që pleqërin ta kaloj pranë familjes sime, mes zërave të fëmijëve, nipërve, aty ku zemra në të vërtet ndjehet e qetë. Ndoshta, ndonjëherë nuk jam perfekte. Edhe unë gaboj, edhe unë lodhem, edhe unë kam nevojë për mirë kuptim. Por të lutem, mos më shih si barë mua. Shihe tek unë nënën e burrit tënd. Gruan që i akushtoj jetën atij që sot, në të vërtet, është krahu yt. Mos e turpëro veten tënde, duke më lënë mua në azil. Kur ende mund të kem një vend në shtëpinë tonë. Nuk kërkoj dhomën më të madhe, nuk kërkoj shërbime të veçanta, më mjafton një cep i vogël, një fjalë e mirë, një mëngjes dhe ndjenja se jam ende pjesë e asaj familje të madhe. Një ditë edhe ne do të plakemi. Atëherë do ta kuptojmë sa shumë vlen një dorë që të përqafon dhe një familje që në të vërtet nuk të haron. Fëmijët tanë mësojnë nga shembulli ynë. Nëse sot të respektojmë prindërit, nesër edhe ata do të dinë të na respektojnë ne. Unë nuk dua të jem shkak për grindje mes jush. Dua vetëm që shtëpia jonë të mbushet me respekt, me mirësi dhe me dashuri. Besoj se një familje bëhet e fortë kur askush nuk ndjehet i braktisur. Nëse ndonjëherë të kam lënduar pa dashje, më fal. Edhe unë të fal për çdo fjalë apo veprim që më ka dhëmbur. Le ta nisim çdo ditë me zemër të pastër. Unë të prita si bijën time, nuk e prisja që nuk do të më respektoje, nuk e prisja që unë do të isha pengesë në familjen tënde. Ditën kur vendosët që me timbirin të më sillnit në azil, për mua ishte shumë e rëndë. E rëndë sepse pas meje lash atë shtëpi të cilën unë e ndërtova me duar,
Lasha të lagje ku unë kalova një jetë të tërë dhe hyra në gojë të gjithë qytetit. Unë nuk të bëra gjë. Që në ditën e parë që i mbirë më tregoi që ti do t'jesh nusja e familjes tonë, unë kam patur mendim të mirë për ty. U mundova të të ndihmoj. U mundova të të falë momente të bukura, por ty të pengonte marrëdhënia në familjen tonë. Më ofendoje nuk të flisja. Bërtisje arsyetosha me faktin që është e re dhe do ta kupton. Më godite një herë nuk fola gjë, sepse mundohesha që të keqen tonë të mos ta nxjerr jashtë, nga që bota kënaqet. Dhe sot unë jam në azil dhe përsëri nuk të ofendoj dhe as nuk të shaj. Edhe kur më pyesin pse je këtu, them që fëmijët i kam jashtë dhe nuk ka kush të kujdeset për mua. Por mund të ndodhë që edhe unë mund të kem lënduar ty dhe prandaj të them, nëse ndonjëherë të kam lënduar pa dashje, më fal. Edhe unë të fal për çdo fjalë apo çdo veprim që mua më ka dhëmbur. Siç të thash më parë, do ta them edhe një herë tani. Le ta nisim çdo ditë me zemër të pastër. Le të jetojnë fëmijët me dashurinë time. Le të jemi një familje e bekuar, sepse e kemi atë mundësi të jemi. Le të mos ta shkatërrojmë familjen. Nuk është e lehtë për mua që të dal me emër, por më duhesh të ta bëj, sepse nuk mundem më të duroj këtë trishtim. E lash këtë letër me shpresën se do të bi në veshin tënd. Do i kisha lutur të gjithë gratë të Tiranës ta shpërndanin sa më shumë. Nuk dua të më kujtosh për lotët, por për bekimet që të jap çdo ditë. Zoti e bekoft të familjen tonë, Zoti e bekoft të shtëpinë tonë, edhe zemrat tona. Me respekt dhe dashuri, nëna Makbule nga Tirana. Ku ti nuse e dashur më njeh shumë mirë dhe uroj me zemër që kjo letër të bi në vesh ty apo familjes tënde, që ta kuptojnë hallin e madh që në fakt e kam unë. Kjo është një letër e cila është shkruar nga kjo nën, ajo ka nevojë tashmë për komentet e juaja. Ju lutem shkruani poshtë në komente se si duhet në fakt të vepron tash kjo nën. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Sot do të ndajmë një letër goxha të dhimbshme. Sot do të ndajmë një letër goxha të prekshme. Janë fjalët e një vajze e cila ka shkruar kundërdrejt babait të saj, i cili fatkeqësisht që nga vdekja e të shoqes, që nga vdekja e nënës së vajzës, po bën disa veprime të tmerrshme, veprime që në të vërtet lëndojnë fëmijët. Babi, nuk e di nëse do ta dëgjosh ndonjëherë këtë letër deri në fund. Nuk e di nëse zemra jote do të ndjejë dhimbjen që ne po jetojmë çdo ditë. Por unë do ta them sepse kam heshtur shumë gjatë. Që kur mami u largua nga kjo botë, ne menduam se do të na bëheshe edhe baba, edhe nën. Menduam se do të na mbaje pranë, do të na përqafoje dhe do të na thoshe se gjithçka do të bëhej edhe më e mirë. Por fatkeqësisht në familjen tonë ndodhi e kundërta. Ti babi na le vetëm. Ditët kalojnë dhe ti je gjithmonë me gratë e tjera. Gjen kohën për to, po jo për fëmijët e tu. Gjen para për shëtitje, për darka
dhe për kënaqësi, por në shtëpi, në të vërtet, shpesh mungon buka. Ne presim derën që të hapet. Presim të dëgjojmë zërin tënd. Por fatkeqësisht ne dëgjojmë vetëm heshtin, babi. A e di si është të flesh me barkun bosh? A e di si është të shohësh motrën apo vëllaun duke qarë sepse i mungon nëna dhe babai nuk janë pranë? A e di sa e rëndë është që në të vërtet të ndjesh jetime, ndërsa babai yt është gjallë? Mami, rahmet pas, na mësoi se familja është gjëja më e shtrenjtë. Ajo sakrifikoi gjithçka për ne. Nuk u ankua kurrë. Edhe kur ishte e lodhur, buzëqeshte, vetëm që ne të mos e shihnim dhimbjen e saj. Sot në të vërtetë ajo nuk është më. Dhe ne kemi mbetur vetëm me kujtimet, babi. Por ajo që më dhëmb më shumë nuk është vetëm mungesa e mamit. Është fakti që ne po të humbasim edhe ty. Megjithse je hala gjallë. Nuk po të kërkojmë pasurinë në asnjë mënyrë. Nuk po të kërkojmë luksin, po të kërkojmë që ti të jesh baba. Të na pyesësh se si jemi, të ulesh me ne në një tavolinë, të na përqafosh kur ne qajmë, të kujdesesh që në shtëpi të mos na mungoj as edhe buka, as dashuria. Parat mund të fitohen përsëri. Por fëmijëria jonë në të vërtet nuk kthehet më. Çdo ditë që kalon larg nesh është një plagë që mbetet për gjithmonë. Ndoshta një ditë do të pendohesh, ndoshta do të kërkosh të rikthesh kohën, por atëherë ne do të jemi të rritur. Do të kemi mësuar të jetojmë pa ty, edhe pse nuk e kemi dashur kur këtë gjë, babi. Babi, ne nuk jemi barë. Ne jemi fëmijët e tu. Gjaku yt edhe shpresa jote. Mos na lër në mëshirën e fatit. Mos lejo që emri i mamit të mbetet vetëm një kujtim, ndërsa familja që ajo ndërtoi të shpërbëhet para syve tanë. Nëse diku në zemrën tënde ka mbetur ende dashuri për ne, të lutem ktheu. Jo nesër, jo javën tjetër, por sot. Sepse ne kemi ende nevojë për baban ton. Dhe pavarësisht gjithçkaje ende të presim me derën hapur dhe me shpresën se një ditë do të zgjedhësh familjen tënde mbi gjithçka tjetër. Me lot në sy, vajza e jote. Në fakt kjo ishte një letër tepër e ndjerë që
Vajza me lot në sy ja shkruan babait të saj, fjalë që në të vërtetë dalin vetëm kur shpirti është i thyer, vetëm kur zemra është e lënduar dhe vetëm kur shpirti kërkon paqe, më thënë kërkon dashurinë, atë dashurinë që realisht fëmijët duan ta japin, duan ta marrin, por prindërit në këtë rast janë të devijuar pas qefeve të tyre, pas momenteve të tyre dhe harojnë gjën më të shenjtë në jetë. Dhe cila është gjëja më e shenjtë në jetë? Gjëja më e shenjtë në jetë është familja, është fëmia. Unë uroj me zemër që ky baba të dëgjoj këtë mesazh dhe uroj me zemër që ta kupton që është i shkruar nga fëmijët e tij. Unë gjithmonë besoj që ato që kanë mizën ndërkësul e kuptojnë se për kë bëhet fjalë dhe të ndryshon. Të ndryshon në karakter, të ndryshon në natyrë dhe të ndryshon në atë njerëzillikun e gabuar, sepse gjërat e tepruara janë haram dhe të udhësh familjen tënde është gabimi më i madh që mund të bësh në jetë dhe zemra më e madhe që mund të shkatrosh.